Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin informativ në televizionin 4+. Takimi për informimin e komunitetit për punën e Këshillit Bashkiak 2024-2025 u zhvillua sot tek salla e Këshillit Bashkiak me pjesëmarrjen e qytetarëve, mediave, antarëve të Këshillit dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Sot në orën 11 tek salla e Këshillit Bashkiak u zhvillua takimi për informimin e komunitetit për punën e Këshillit Bashkiak gjatë viteve 2024 dhe 2025 deri në muajin korrik, me antar të Këshillit Bashkiak, administrator të njësive administrative, kryetar fshatrash, punonjës të bashkisë, qytetar dhe media. Kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima prezantoi organizimin dhe punën e Këshillit, duke kujtuar që Lushnja është bashkia e 8 më e madhe në vend. Këshilli Bashkiak përbëhet nga 41 antar, 23 burra dhe 18 gra, me 2 grupe politike, PS dhe koalicioni Bashk Fitojmë. Pas reformës administrativo-territoriale në zbatim të ligjit 115 datë të vitit 2014, vetë qeverisja vendore në Shqipëri u organizua në 61 bashki dhe 12 qarqe. Ne jemi një nga bashkit, sipas censusit të 2021, bashkia 8 më e madhe në vend, dhe organizohemi nga Këshilli i Bashkisë dhe kryetari i Bashkisë. Këshilli është organi përfaqësues i komunitetit, kurse kryetari i Bashkisë është organi ekzekutiv, pra që zbaton vendimet që merr Këshilli. Strukturat drejtuese të Këshillit janë kryetari i Këshillit, janë zëvendës kryetarët, që janë 2, një përfaqësues i opozitës dhe një opozitës. Është kryesia e Këshillit, konferenca e kryetarëve, sekretari i Këshillit, komisionet e Këshillit dhe grupet politike. Grupe politike kemi vetëm 2, një grup është i Partisë Socialiste, kurse grupi tjetër është i koalicionit Bashk Fitojmë. Janë 41 antarë në total, nga cilët 23 burra dhe 18 gra. Drejtuesit e Këshillit jam unë Erjet Dhima që jam kryetar, është zëvendës kryetare nga opozita zonja Kozeta Guçi dhe zëvendës kryetare nga opozita zonja Merjeme Dervishi. Në fjalën e tij, kryetari Dhima përmendi transparencën në mbledhjet e Këshillit Bashkiak nga mediat që gjithmonë janë prezente, vendimet e miratuara, konsultimet publike, kërkesat, ankesat e shqyrtuara e të tjerë. Këshilli i Bashkisë kujdeset për marrëdhënien me komunitetin, ku primare është transparenca dhe llogaridhënia, marrëdhëniet me ekzekutivin, bashkëpunimi, mbështetja dhe mbikëqyrja, dhe marrëdhëniet me institucionet qendrore, ku vlen të theksohet bashkëpunimi dhe koordinimi. Mbledhjet e Këshillit kanë qenë me përjashtim të një rasti që mbaj mend unë për defekt teknik, të gjitha janë transmetuar live. Prania e mediave ka qenë e pakufizuar, të paktën e atyre që kanë shprehur interes. Takimi vazhdoi me diskutime për problematikat e qytetit mes qytetarëve dhe antarëve të Këshillit Bashkiak. Ka mundësi të ekzitohet që ai që ka fest dhe ta bëjë gjatë ditës. Që më thanë që bëjnë datë lidhje për një, datë lidhje dhe në një. Tjetër, Lushja do të jetë një parkim të madh. Ashtu si që ka Berati, më thanë që ka Berle Divjaka, nuk e di sa eksaktisht, por është e nevojshme të bëhet. Sepse shumë makina po zënë latët, ku janë atje boshllëqet, sa dhe nuk kalojnë as njerëz në kem, as me bicikleta që do të dalin dikush. Tregu imobiliar në Fier ka arritur piku në vitin 2025 me çmimet aktuale për metër katror 800-900 euro, duke vështirësuar qytetarëve blerjen e apartamenteve. Viti 2025 ka shënuar një përgjysmim të shitjeve të apartamenteve në qytetin e Fierit. Sipas agjentëve imobiliar, ky trend ka ardhur si pasojë e disa faktorëve. Pikë së parë, ndikim të drejtë për drejtë ka patur ndryshimi i politikave të Bankës së Shqipërisë për mosfinancimin 100% të kredive nga bankat e nivelit të dytë, rritja e pajustifikuar e çmimeve nga pala shitse dhe rënja e fuqisë blerëse. Çmimi aktual për metër katror, sipas agjentëve imobiliar, varion nga 800-900 euro, ndërkohë që duhet të ishte 700 deri 750 euro. 2024 ka pasur çmime, le të themi, standarde, midis 750, 800, diçka edhe më pak.
dhe shumica e shitjeve që janë bërë gjatë 2024-ës kanë qenë shitje me kredi. Ndërkohë, në 2025-ën, shifrat, nëse do t'i krahasoj me 2024-ën, po themi deri në një të njëjtën periudhë të 2024-ës, mund t'ishte bërë dyfishi, më afërsisht 15 shitje që mund të kenë bërë gjatë këtij viti, dhe nga këto 15 deri në korrik, ku po përfshi politikën bankare, sepse shumica e shitjeve në firë bëhet nëpërmjet shitjeve me kredi bankare, dhe në korrik të këtij viti politikat e bankës ndryshuan, ne nuk kemi më mundësi të financim, asnjë nga bankat nuk ofron mundësinë e financimit 100%. Ekspertja e pronave thekson gjithashtu se zonat më të shtrenjta janë lagjet Apollonia dhe Kastrioti, ndërsa blerësit janë kryesisht çiftet e reja. Zonat më të kërkuara mbetet lagja Apollonia ose pjesërisht lagja Kastriot. Sipërfaqet e kërkuara janë ato sa më të vogla, për ju shitës që keni sipërfaqe të mëdha, du të kuptoni që fuqia blerëse në firë është midis shifrave 70-75.000 euro të përballueshme nga pagat tona. Pjesa blerëse, dërmuese në firë janë pikërisht çiftet e reja me blerje me kredi bankare. Përballë kësaj situate, më të preferuara nga blerësit janë banesat me sipërfaqe më të vogël, ndërkohë që synohen edhe pallatet e ndërtuara para viteve 90, por të investuara në vitin 2025, ku çmimi ka arritur nga 900 deri 1000 euro metër katror. Pjesa blerëse në firë nuk jemi një qytet ku mund të investohet për bregdet ose kur mund të investohet për blerje prone me qëllim rritjen e çmimit. Jo, ne jemi një qytet që pjesa dërmuese është për banim. Për banim dhe e tillë duhet jetë. Duhet ta kuptoni pak veten edhe si blerës edhe si shitës. Ndërkohë trendi rritës i çmimeve të apartamenteve në Fier ka nisur që në vitin 2023, por ka arritur pikun në vitin 2025. Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet për vrasjen e vëllezërve Kurtaj në Roskovec dhe ka dorëzuar në gjykat dosjen ndaj autorit Altin Kuka, si dhe 6 personave të tjerë të përfshirë në ngjarje. Vrasja e vëllezërve Lavdimir dhe Gramos Kurtaj nga fshati Kurjan në bashkinë Roskovec, ndodhur rreth një vit më parë, është zbardhur dhe hetimet kanë përfunduar ditën e sotme. Prokuroria e Fierit ka dorëzuar në gjykat dosjen ndaj autorit Altin Kuka, si dhe 6 personave të tjerë si bashkëpunëtor që ndihmuan dhe fshehan krimin dhe armën e krimit. Pak para krimit, djali i autorit, Ervis Kukaj, ka patur një konflikt fizik me djemtë e Gramos Kurtaj dhe ka qelluar me pistolet drejt tyre. Pas komunikimit telefonik, dy vëllezërit Ervis Kukaj dhe Maruis Kukaj janë takuar dhe ky i fundit i ka treguar ngjarjen. Armën e zjarrit automatik luftarak i modelit 56, me të cilën Altin Kukaj ka qelluar viktimat, Ervis Kukaj e kishte lënë në kasollen për bri Polaris me qëllim për ta marrë më vonë e Mauris Kukaj. Ky i fundit, pasi ka marrë armën e zjarrit, automatikun luftarak, ka shkuar në vendin ku ndodheshin viktimat, ka frenuar menjëherë para lokalit të tyre, ka marrë armën dhe ka mbushur karikatorin e saj, duke nxitur babain e tij të qellonte me breshëri drejt tyre. Sipas njoftimit të prokurorisë, pas përfundimit të hetimeve, janë dërguar në gjyq shtetasit AK, EK dhe EK për veprën penale vrasja në rrethana të tjera cilësuese, si dhe 4 persona të tjerë për përkraje të autorit të krimit e moskallëzim të krimit. Në përfundim të hetimeve mbi procedimin penal numër 1375 të vitit 2024, u provua se të pandehurit AK, EK, EK në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer vrasjen e shtetasve GK e LK. Gjithashtu, për të njëjtën ngjarje, prokuroria ka marrë të pandehur dhe ka kërkuar dërgimin e çështjes në gjyq të pandehurve. TZ, akuzuar për kryerjen e veprës penale për krahje e autorit të krimit. YK, akuzuar për kryerjen e veprave penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi e armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive. RH, akuzuar për kryerjen e veprës penale, moskallëzimi i krimit, dhe EH, akuzuar për kryerjen e veprës penale, moskallëzimi i krimit. Për herë të parë në histori do të mësohet shqip në shkollat publike të New Yorkut. Presidenti Bega, i ftuar në ceremoninë e hapjes së programit 2 gjuhësh shqip-anglisht, u shpreh se i kemi dhënë fëmijëve krenari për rënjët dhe trashëgiminë e tyre të vyer.
Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj mori pjesë në ceremoninë historike që u mbajt mëngjesin e 25 shtatorit në një nga shkollat publike në New York për fillimin e programit kalimtar dy gjuhësh për shqiptarët në shqip dhe anglisht, e që po aplikohet për herë të parë në një klasë në moshën e kopshtit parashkollor, e cila do të rritet vit pas viti. Ky program është njohur midis brezash, kulturash dhe kombesh, shkruan presidenti Begaj në rrjetet e tij sociale. Duke i krijuar fëmijëve shqiptar në New York mundësinë për të mësuar në gjuhën shqipe, u kemi dhënë atyre krenari për rrënjët dhe trashëgiminë e tyre të vyer, tha ai. Programi kalimtar dy gjuhësh për shqiptarët në shqip dhe anglisht do të shërbejë fëmijëve shqiptaro-amerikanë në Bronx. I financuar nga Departamenti i Edukimit në qytetin e New Yorkut, programi lehtëson inkuadrimin e nxënësve shqiptar që ende nuk dinë anglisht apo të nxënësve të rritur në Amerikë që duan të mësojnë edhe shqip, duke u afruar mësimin në të gjitha lëndët në të dy gjuhët, në shqip dhe anglisht. Ky program është fryti një pune shumë vjeçare, të drejtuar kryesisht nga udhëheqësi i komunitetit Mark Gjonaj dhe veprimtarja, mësuesja dhe antarja e Këshillit Koordinues të Diasporës Drita Gjongecaj, raporton Iliria.com. Shkolla PS-MS 108 në Bronx është streha e këtij programi që po fillon me një klasë në moshën e kopshtit parashkollor dhe do të rritet vit pas viti, duke pasur nga një klasë për fëmijët shqiptar në çdo nivel shkollimi. Përveç presidentit Bajram Begaj që ndodhet në Amerikë për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, në këtë ceremoni mori pjesë edhe ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla. Në hyrje të sallës së madhe ku mbaj ceremonia, presidenti Begaj edhe ministrja Gërvalla firmosën sipas traditës stendat me fotografitë e tyre që uronin mirëseardhjen. Salla ishte zbukuruar me tollumbace që kishin ngjyrat e flamujve të Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe plot simbole të tjera kombëtare, flamuji amerikan, shqiptar e të Kosovës. Sondazhi i Institutit Ndërkombëtar Republikan i ri i kryer në Kosovë tregoi se 77% e qytetarëve e shohin Amerikën si aleatin kryesor. Sondazhi i Institutit Ndërkombëtar Republikan i ri i realizuar gjatë muajve maj-qershor 2025 me një mostër prej 1164 të rriturish në Kosovë, ku 94% e të anketuarve janë shqiptar, ndërsa 6% serb, tregoi se qytetarët e Kosovës konsiderojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleatin kryesor të vendit me 77%. Sondazhi përfshin përgjigjet e qytetarëve se cilin shtet e konsiderojnë si aleatin më të rëndësishëm, ndërsa po ashtu janë pyetur se cilin shtet e konsiderojnë si kërcënimin më të madh të vendit. Pas Amerikës, qytetarët e Kosovës konsiderojnë si aleat kyç Shqipërinë me 6%, Gjermaninë me 6% dhe Turqinë me 3%. Bashkimi Evropian ka marrë vetëm 1% të mbështetjes në këtë renditje. Shtetet me kërcënimin më të madh, ata konsiderojnë Serbinë me 76% dhe Rusinë me 16%. Rezultatet e sondazhit bëhen publike 2 javë pasi Washingtoni pezulloi për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën. Ky vendim i tij u arsyetua me shqetësimin për veprimet e qeverisë në detyrë dhe të kryeministrit Albin Kurti, për të cilat u tha se rrisin tensionet dhe destabilitetin. Kosova dhe Amerika kishin planifikuar që këtë vit ta finalizonin marrëveshjen për dialogun strategjik pasi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kishte njoftuar në janar për arritjen e ujdis mes dy vendeve. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.